dëshmi të reme përsa i përket Erion Belis apo Edi Ramës apo kujdo njeriu këtu në Shqipëri që merret me politikën nuk ka. Të hiqeni nga mendja. Pse? Sepse deklaratat janë të prokurorit të Pulës, i cili ka janë 6 vjet që i ka bërë këtë deklarata. Janë faktike. Ka ardhur një gazetar dhe ka bërë edhe emision në Shqipëri, edhe shefi i antimafjes italian, kujt ishte ai? Që kishte blerë toka e pranonte, po nuk e dija se ishte i këtij apo jo atij, kështu që këto janë tallavat që bën politika shqiptare, që fillojnë në momentin që duan të lëshojnë një njeri, fillojnë edhe hedhin akuza kundër njëri tjetrit, apo duke treguar se ky është lajmi rrem apo ky është lajmi vërtet. Këtu nuk ka asgjë të rreme, dhe të gjitha janë vërteta për një arsye shumë thjeshtë. Ne e dimë shumë mirë që droga punohet në Shqipëri, ne e dimë shumë mirë që politika shqiptare është e lidhur me grupet kriminale patjetër. Rama është një nga kokat e krimit dhe të drogës, se pa firmën e tij po e shohim që nuk bëhet dot më asgjë në Shqipëri. Gjithë kullat që ndërtohen, gjithë gjërat që bëhen, gjithë që shkatërrojnë Shqipëri janë po me firmat e tij. Kështu që nuk ka asgjë të gënjeshtër në Shqipëri. Pavarësisht se këta mundohen ta lustrojnë, diçka është e gënjeshtër se ky tha këtë, po jo nuk është kështu, po është ashtu. Qa ka pak të gënjeshtër këtu, që Rama ka fluturuar me avion charter me persona të tjerë dhe ka transportu nuk dihet se çfarë, që FBI-ja është në hetim për Ramën për fluturimet që ka bërë, sepse Dumani nuk ju përgjigj kësaj kërkese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vetë FBI-s, çfarë nuk është e vërtet këtu, që ky ka ndërtu mafja në shtet, që del një kryeministre në OKB dhe deklaron që kartelet shqiptare po jo vetëm komandojnë drogën, po janë edhe të krimit të organizuar. Dhe kush është ai që hap portat në Shqipëri përveç kryeministrit? Kush është ai që fik radarat? Po pse është pa vërtet që janë fik radarat në atë kohë nga Mimi Kodheli se do kalote droga? Po pse është pa vërtet ajo që unë kam botu që në 2 kontenerët në portin e Durrësit u zhdukën mërna natës, 2 kontenerë me drogë? Po pse është pa vërtet ajo që vjen nga Kolumbia, vjen kromi në Porto Romano dhe ke kalata parë shkarkohet, ke kalata dytë bëhet seleksionimi? Po pse është pa vërtet që zhduken arkat e bananeve dhe Shqipëria është konsumatori më i madh i bananeve në Europë? Si, shqiptarët që janë vendi më i varfër, shqiptarët që kanë popullsinë më pak, që po zhduket popullsia që ka konsumatori më i madh i bananeve në botë? Ky çfarë është? Që Erion Belia ta janë marrë me gjithë humorin, vazhduan me incenatorit, po Erion Belia është i lidhur me dragetën nëpërmjet Eko Tiranës, me firmën në Verona, që është me dragetën kokë e këmbë dhe u shpall me 50 milion euro fitim vetëm për një vit. Çfarë është kjo? Gënjeshtër është kjo? Qartë. Kemi drejtësi, po. Ne nuk kemi drejtësi. Sepse po të ishte spaku për atë që unë ngrit, këta duhet ishin gjithë në burg. Sepse çdo grup kriminal, çdo trafik droge është i lidhur pas ka një politikan. Çdo kull ka pas politikan. Si që ka kjo që kanë gënjeshtra. Qartë. Apo kur bie në burg, ta fillojnë edhe thonë kjo është gënjeshtër, kjo s'është gënjeshtër. Po t'jem burra të hapin letrën. Po Erion Belia do me dalë triumfator tashmë, po nuk bëhet gjyqi me deklarata. Gjyqi bëhet me fakte. Dhe faktet janë konkrete. Qartë. Nëse u thirr në Amerikë, u thirr pse nuk zbatoi ato fakte që janë dërguar nga Amerika, doset kanë ardhur nga Amerika. Edhe nga Anglia. Se i din edhe se mbrit njëu që i kam fut ato lek, i din se ata i din. Qartë. Dhe qa po bëjnë të, po bëjnë pastrimin e dosjeve, ta din gjithë, po bëjnë pastrimin e dosjeve, që të ulin akuzat. Por jo se ka gjë pa vërtet këtu. Qartë. Asgjë pa vërtet. Dhe ne jetojmë këtu. Qartë. Ta jetojmë, edhe në tavolinë, po t'ulesh në çdo tavolinë të gjithë flasin. Qartë. Dua të vi tani tek çështja e fundit, opozita.
Me qënë se jemi para zgjedhjeve të 9 nëntorit, mazhoranca e ka zgjedhur një muaj kandidaten e vetë, zonjën Manastiriliu, ndërkohë që opozita është një proces diskutimi. Ka ardhur deri tani me 2 emra, po mund të jenë edhe emra të tjerë, zoti Ermal Hasimia, zonja Edlira Çepani, mund të jenë edhe emra të tjerë, ndërkaq mund të zgjidhet njëri prej tyre, ende nuk e dim. Pyetja ime është si e sheh procesin e konsultimit që thot opozita për emrin e kandidatit. Është real apo është fiktive dhe propagandë? Unë e kam thënë që kanë dalë 3 moskëtjerë gjenë në usharjen Raja, ku është. Por, kjo është një lojë shumë e keqe. Opozita nëse ka bërë 43 protesta për të hequr Jo Melin, dhe kur ti bën protesta, automatikisht duhet ta kesh edhe kandidatin. Pikërisht. Lojrat që bëhen, tashi, unë e kam thënë edhe prapë them, pa bekimin e Sorosit nuk mund të jetë kandidati për Bashkinë e Tiranës. Kështu që nuk na ngelet gjë tjetër, nuk na ngelet gjë tjetër vetëm vëm kandidat Aleksin tash, se s'kemi çfarë të bëjmë tjetër. Se gjithta vëm edhe Aleksin e ta mbyllim me Sorosin total, domethënë. Jemi të deklaruar. Ajo që bëm përshtypje, unë nuk e shoh Forgerta Manastiriliu, unë shoh Partinë Socialiste dhe Ramën në këto zgjedhje. Dhe unë e kam deklaruar, prapë po e deklaroj edhe këtu ke ju, që i vetmi kandidat për të cilën janë opozita e deklaron që 500.000 vota të marra në zgjedhjet e fundit të 11 majit janë votat e Sali Berishës. Në këto kushtet, duke qenë se Shqipëria sipas gjithë deklaratave është në rrezik. Shqipëria po shkon drejt humnerës, meqenëse Sali Berisha e ka deklaruar veten misionar. Unë edhe nga ky televizion po ju bëj thirrje edhe një herë. Sali Berisha të dali të kandidojë për të marrë kryeqytetin e Shqipërisë. Është kryeqyteti i Shqipërisë. Nuk është një qytet i dorës 2, 3, 4. Është kryeqyteti i Shqipërisë ku jetojnë 3/4 i shqiptarëve jetojnë në Tiranë. Sali Berisha, nëse do vërtet misionar për të fituar, për të thyer akullin dhe e ka seriozisht këtë lloj beteje, atëherë të dali vetë dhe të kandidoj vetë dhe të fitoj Bashkinë e Tiranës. Duke fituar Bashkinë e Tiranës, fillon dhe thyen akullin atë përqendrimin që ka bërë Rama në të gjithë pushtetet që ka, qoftë edhe në pushtetin lokal. Kështu që emrat e tjerë janë emra të cilat nuk kanë asnjë lloj kontributi, nuk njihen fare nga Tirana. Zotëri, duhet njohësh qytetin. Duhet të njohë qytetin. Kush janë kauzat, kush janë alternativa, çfarë i kanë dhënë këta persona që më dalin në Sorrolladin sa ke njëri, i herë del njëri, i herë del tjetri? Çfarë janë? Çfarë kanë dhënë për Tiranën? Kush i njefta? Ta s'kan bojë artikull për Tiranën. Ta s'kan foli gjysmë fjalë për gjë. Le dalin një herë, ata që duhen me dalë, le dalin deklarojnë kundër Sorosit herë. Kam çukur Trumpi e shpalli organizat kriminale, i kam thënë bëni cop letër. E dërgojnë i bashkisë për të heqë titullin. Qytetar deri, Sorosit e kemi në Tiranë, qytetar deri. Shkolla që është atje në Rogozhin ka emrin e Gjergj Sorosit. Bëjni një cop letër, ju opozita. Jo vetëm Partia Demokratike, po të gjithë opozita. Me Golingari mban akoma titullin e qytetarit nderit në Kukës. Ai është i dënuar. Kanë dalë tur lidhë gjënash. Po si është e mundme që këta nuk reagojnë fare? Këta vetëm reagojnë me deklarata, bëjnë një deklaratë tu, bëjnë një deklaratë atje. Të gjithë Sorosit janë. E politika shqiptare është e kapur nga Sorosi, nuk diskutohet që është e kapur nga Sorosi. Se janë gjithë që kanë marrë financime nga Sorosi, janë gjithë që kanë lytë politikën e Sorosit. Ne kemi 35 vjetë që hecim me politikën e Sorosit. Ligjin e LGBT-s, kush e ka bën parlament? Kush e ngriti dorën që e futi Sorosin e bëri institucion? Ne kemi institucion kushtetues Sorosin. Bërë reformën në drejtësi. Në shove kushtetutën me 140 vota dhe e vuten Sorosin e fute brenda. Këta edhe kur diskutojnë në për studio, qa thonë? Shoqëria civile. Dali thot shoqëria civile, pra dali Sorosin. Po merrni Aleksin, veni Aleks Sorosin, kryetar bashkie. Me që doni nga shoqëria civile. Si nuk doli një djathtë, unë habitem. Si nuk doli një konservator, si nuk gjetën një njeri këta. Po vetëm ke Sorosin do shkojnë.
Qa opozit është kjo? Opozit me Sorosin mrena? Dali pra Sali Berisha kundër Sorosit, që në del e më bërtet kundër Sorosit, të dali dhe të kandidoj. Sot ka nevoj Shqipëria, urdhër bërë, dilë kandidoj, meri votat, thyë, se nuk po mund Orgeta Mandisiliun, por mund Edi Rama, Partinë Socialiste. Apo gjemi njëri aty edhe, se këta kanë edhe qefën dalë në për televizora, kanë qefën e avu fotografi në murë. Bol t'ja vesh fotografi në murë, bol t'a thrash televizore dhe u knaqe këta. Qa janë të njërë, emrat pa njohër. A i tjetër thot nuk kam staturun, thot. Ali Mehmeti thot nuk kam staturun, thot për këto lojzjet. Dilma, ke ma 20.000 votët ti, po e 20.000, ajo tabaku, bëjnë 20, pra ti e një stati me 20.000 vota. Kape, vazhdo. Qartë. Pse se bëjnë? Nuk kam në statur për këtë loj, për këtë. Se e politikanë, se është politikanë. Nuk është politikanë. Nuk mund në drejtoj qytetin, mos tjetë njëri politik. Si mos tjetë politik? Për qatë tje? Deng pa marrë, merë deng pa marrë, kot. Si është këtë? Mos ketë politik. Qa është politika? Politika është që ti të reagosh, që ti të bësh për qytetin, që ti të bësh gjë. Si që ka kjo? Vedëm antari partisë duhet tjetë quhet politik tu. Po si është e mund me që ta nuk gjeka në asnjë. Si është e mund me që usorë laskan, bëjmë thot takime, me këpën takime me Mediu. Mediu t'i dha deputet që boni grup parlamentar. Ilir Metës t'i dha deputet që boni grup parlamentar. Pra, deputetet e vetja. Me këpën takime këtë. Qartë. Agron, ati, god dukës ja dha mandatin vetë. Ati tjetër vetë, ti tjetër qartë, me këpën takime. Letani vetëm për dëja. Letani vetëm, më filli ka vetëm. Dali Sali Berisha vetëm me Partinë Demokratikë. Shofim edhe sa është forca. Si që ka kjo? Qartë. A të bëjmë talafa, që mushet me në njerëzve, që ne po bëjmë këtë, po bëjmë atë, po bëjmë këtë, po bëjmë negociatë. Qa negociatëm? është turpën për i parti, thot do bëjmë negociatëm. Partia më e madhe opozitare, ku njerëzit e shohin drejtësyu se thonë inshallah po të ndryshoj gjë. Qartë. Nuk, këtu ka vetëm një gjë. Po ja u them prap, e i bëj thirrje Berishës, po nga ju, del kandidat. Vet, lej këto filma e tallavas, e ke shpall vetën misionari del në krye, nuk rrim fund, as në mes, po del në krye të misionit vit. Kjo është mision për Shqipëri. Do, burë, bëhe, nuk do. Atëherë gjej njëri tjetër dhe pastaj justifikohet Rama mbodhi votat. Qartë. Mirë, zoti Merkoçi, ishte kënaqësi, unë falenderoj për bisedën dhe për opinionet këtu në studio si zakonisht. Faleminderit edhe juve. Ishim me zotin Fatmir Merkoçi, folëm për aktualitetin politik në vend, për situatën me Erion Veliajn në gjykatë kushtetuese dhe dekretin e presidentit për zgjedhjet e 9 nëntorit, si dhe për kandidatin e opozitës. Shkëputemi për pak dhe menjëherë rikthehemi. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë ku do të flasim tani për zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut, të cilat do të mbahen datën 19 tetor. Tashmë fushata zgjedhore atje sigurisht që ka nisur me dy koalicione të mëdha në përbërje të cilave janë maqedonët dhe shqiptarët. Megjithatë ne do të merremi më shumë me palën shqiptare, ato që na intereson më tepër sigurisht. Un kam kënaqësinë që në lidhje të drejtë për drejtë me studion time tani të kem zotin Visar Ademi, i cili është kandidat për kryetar të komunës së Gostivarit, kandidat i pavarur. Zoti Ademi, shumë kënaqësi që jemi së bashku. Të falenderoj. Shumë faleminderit për ftesën dhe shumë faleminderit për interesin që tregoni. Patjetër, është meqenëse fjalat e interesi, padyshim që ne këtu në Shqipëri interesohemi për gjithë shqiptarët, gjitha trojet në Kosovë, në Maqedoni të Veriut, në Malë të Zia, kudo ku ata janë në diasporë, kështu që është edhe kënaqësi, edhe detyrim nga ana tjetër. Tani, ju jeni kandidat i pavarur, nuk jeni, po themi, nën e hien e asnjë subjekti që garon në këto zgjedhje, dhe me siguri që kjo nuk është, po them, parimisht e thjeshtë. Kudo që ti ishte, jo vetëm në Maqedoni të Veriut, po edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Çfarë ju shtyhet të kandidoni si kandidat i pavarur për komunën e Gostivarit, dhe jam kurioz. Më shtin problemet e mëdha që ka qyteti im i lindjes,
kemi probleme, unë i them, i quaj shpesh të mesjetës, kemi probleme me mbeturinat, kemi probleme me qendrën dacak, kanalizim, shumë familje nuk kanë, ose shumë shatra nuk kanë ujë të pishëm, edhe si intelektual, si ekspert, si njëri i cili ka një lloj përvoje dhe ka një karrierë profesionale me institucione ndërkombëtare, me botën akademike, me shoqërinë civile, thjesht më thiri nevoja që t'i përgjigjem kësaj lloj sfide të madhe, që të marr përgjegjësitë e mia si intelektual që t'jap një zgjidhje për komunën, për vendin tim të jetës. Interesante. Besoj ju e patët menduar hershëm këtë zgjedhje që do të bënit, apo ishte një zgjedhje e momenteve të fundit para fushatës? Kam folur me shumë grupe interesi, kam folur me shumë intelektual, kam folur me shumë njerëz, edhe ato gjithmonë kanë shtyr drejt idesë që të kandidohem edhe më herët në Gostivar, po atëherë kam vlerësuar dhe kam ardhur në përfundim që mbasi nuk është koha që t'i futem asaj gare, por tani shpresoj që qyteti dhe shoqëria jonë është pjekur më tepër, rrjetet sociale padyshim që e bëjnë vetën, ndoshta edhe pjekuria ime ka ardhur në atë maksimumin e vet, edhe vlerësova që do duhet një herë për gjithmonë përgjigjem kësaj lloj kërkese që kam patur bashkëqytetarët e mi